Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të vënë fokusin dhe për të ndaluar tek çifti që çdo ditë po na sill diçka të bukur në rrjetin e tij social, Instagram. Në fakt më pëlqen shumë që Instagrami tashmë është bërë një dritare ku personazhet publik postojnë gjërat e tyre, postojnë përditshmërinë, postojnë jetën, postojnë marrëdhëniet, por postojnë edhe momentet e bukura. Dua të flas për Luizin edhe për Kiarën. Luizi dhe Kiara pas çdo angazhimi të mundshëm, ato kanë ndarë momente me njëri tjetrin dhe Luizi si gjithmonë që ka qenë një përzjedhës i bukur i muzikës, gjatë xhiros me Kiarën, Luizi shpesh herë i nxjerr ato pëlqyeshmëritë e tia në muzikë. Dhe ditën e sotme kishin përzgjedhur që të përshëndesin Dibrën, me këngë Dibrane, me këngë veriu që Luizi i ka në shpirt edhe i ka në gjak, sepse në fund ditës është vetë verior, por edhe Kiarës ja ka mbjell këto këngët në shpirt. E shoh që Kiara nuk është shumë e dhënë pas muzikës popullore, por të qëndrosh me Luizin e ke me patjetër sepse edhe vetë Luizi i ka në gjak këto këngë. Çifti duket shumë i lumtur bashk, janë shumë okej, duket që të dy që janë shumë të pozicionuar në projektet e tyre të radhës, projekte që në fakt do të na sjellin një dimension tjetër të Luizit, por edhe një dimension tjetër të Kiarës, sepse ne mund të themi që Kiarën e kemi parë në rolin e moderatores, por unë mendoj që roli i moderatores është një rol surprizues, është nga ato role që të surprizon, e surprizon veten gjithmonë, dhe në këtë rast Kiara më duket shumë gati për të nisur rrugtimin e saj të ri tashmë në muajin shtator, gjithashtu edhe Luizi. Çifti ka vendosur që të ndaj momente me njëri tjetrin, tani në muajin korrik edhe në muajin gusht të Luizi dhe Kiara nuk është se po punojnë projekte, ato janë fokusuar thjesht tek suksesi i tyre, thjesht tek dashuria e tyre, me patjetër që kanë plane, janë duke planifikuar në një farë mënyre të ardhmen, por gjithsesi janë një nga çiftet që din të dhurojnë vërtet energji të mirë dhe janë shumë të lumtur bashkë. Për të gjithë ato që në fakt krijojnë lajme të re me lart edhe poshtë, çifti është jashtëzakonisht i lumtur dhe ka një marrëdhënie të shkëlqyeshme. Unë ju uroj vetëm të mirat dhe shpresoj që Zoti t'i bekojë në jetën e tyre.